Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Përshkrimin e ëngjëjve. Pastaj Zoti krijoi ca qenie të reja për t'i banuar qiejt e tij e populluar sferat më të larta të mbretërisë së tij. Këta ishin ëngjëjt, me ta i mbushi hapësirat e zbrastive qiellore dhe e gjallëroi shtrirjen e pamat të rrethinave të tyre. Prej tyre burojnë zërat e tyre magjiplot e këngët e tyre ëngjëllore, tek i thurin lavde në strehimin e tij sublim, pas perdeve fshehëse e veleve plot mister të madhështisë së tij, përveç shkumbimit të tyre që do shurdhonte çdo vesh që do t'i dëgjonte, prej tyre vërshon një dritë rrezulluese që spraps shikimet kurioze dhe i bën sy të mbetën të zhgënjur tek caqet verbonjëse të tij. Zoti krijoi me trajta dhe cilësi të ndryshme e udhaflatra, detyra e tyre është hyjnizimi i madhështisë e lavdisë së tij, ata si veshin kurrë vetes aftësitë që ai dëshmoi në krijim dhe as pretendojnë se mund të bëjnë gjëra në të cilat ai nuk ka shok. As pak ata janë shërbëtor të devotshëm, e flasin vetëm ç'flet ai dhe bëjnë vetëm ç'urdhëron ai.